Vllaznia ka pësuar një humbje ndaj Erzenit në ndeshjen e rallës të Superligës së volejbollit për meshkuj, një takim që është shoqëruar me polemika të forta për gjykimin. Trajneri Artan Kalaja është faqur i pakënaqur me arbitrimin, duke ia faturuar disfatën vendimeve të gjyqtarëve në momente kyçe të lojës. Sipas trajnerit Kalaja, disa vendime të diskutueshme kanë ndikuar drejt për drejt në rrjedhën e setëve, duke penalizuar skuadrën shkodrane në fazat vendimtare. Pat me probleme me arbitrimin, sepse gjyqtarët u munduan të ishin ata protagonistat e lojës, jo të ishin lojtarët. Ai gaboi në raste kyçe të lojës, pavarësisht që arbitri vendosi për fitoren e Shijakut, ne nxorëm ato gabime që kishim dhe do të mundona që gjatë tyne stërvitjeve t'i përmirësojmë dhe mos t'jemi ma skuadër që diskutojmë fitoren, por ta fitojmë fitoren. Ta fitojmë ndeshjen. I 30-28 humbja setit parë, 25-22 fitoria setit dytë nga ana jonë, 25-23 kemi humbë setin e tretë dhe 25-23 na ka humbë arbitri setin e katërt. Por gjithsesi ne nuk duhet ta lajmë ndeshjen të shkojnë në këto momente, ta zgjidhim më shpejt se sa duhet dhe mos ketë mundësia se arbitrimit të ndikojnë. Unë nuk tham se është bërë me qëllim nga arbitrimi, por mos aftësi ndoshta atyne, ose edhe ato janë të emocionuar dhe ndoshta ndikohen nga presionet e ndryshme. Tekniku Kuçeblu nënvizoi se vllaznia do të vazhdojë të përqendrohet tek ndeshjet e ardhshme dhe tek objektivat që ato kanë, duke kërkuar reagim të menjëhershëm në kampionat. Kemi edhe 2 ndeshje shumë të forta në fundin e kampionatit, këto 2 javë janë pushim. Kemi ndeshjen me Tiranën në Shkodër dhe ndeshjen me Partizanin në Tiranë. Gjithsesi, këto 2 ndeshje janë shumë të rëndësishme, por nuk janë determinuese, sepse loja më e bukur e ekipit duhet me kenë në fazën e para play-offit, dhe kështu që ne mendojmë që edhe lidhja me 2 lojtarë të huaj që ne kanë ardhur në fundin e janarit të jetë edhe më mirë dhe të japin frutet e veta. Gjithsesi, objektivat kryesore që janë finalistë kampionatit kombëtar të këtij viti, ne nuk jena larg tyne. Humbja ndaj Erzenit ngadalson ritmin e vllaznisë në rënditje, ndërsa gara për objektivat sezonal mbetet e hapur në javët në vijim.